Mirë se vini në qetësinë e përditshme. Le të fillojmë ushtrimin e sotëm duke gjetur një vend të përshtatshëm. Gjeni një pozitë të rehatshme dhe lëreni trupin tuaj të lirshëm dhe të relaksuar. Dhe kur të jeni gati, mbyllni sytë lehtësisht. Tani, ofroni trupit tuaj një skanim të shpejtë. Nëse vini re ndonjë tendosje në ndonjë pjesë të trupit, merrni një moment dhe relaksojeni atë pjesë. Tani riktheheni vëmendjen tek frymëmarrja. Merrni frymë thellë dhe lirojeni frymën. Relaksojeni fytyrën, shpatullat, duart dhe pjesën e barkut. Ndjeni veten të relaksuar në këtë moment. Merrni frymë natyrshëm. Përcëlleni çdo marrje të frymës dhe çdo lirim të saj. Ndjeni se si fryma lëviz brenda jush. Ju mund të vini re se si mendja fluturon në përkujtime ose mendime të së kaluarës. Ne shpesh herë zhytemi në fantazi për gjërat që duhet të kishim thënë ose bërë.
ne futemi në ndërrime për gjëra të cilat nuk kemi fuqi të ndryshojmë. E kaluara ka shkuar dhe ka ndodhur tashmë. Ju nuk mund t'i ndryshoni ngjarjet që vetë se kanë ndodhur. Kjo është arsyeja sepse e tashmja është e vetmja gjë që ka rëndësi. Ne kemi mundësi ta lëm pas të shkuarën dhe të mos shqetësohemi më për të. Dhe në vend të kësaj, të fokusohemi tek e tashmja, në gjërat të cilat ne kemi aftësi t'i ndryshojmë. Kështu që, kur ta vëreni se po preokupoheni me kujtime, ktheni fokusin tek frymëmarrja. Fokusohuni pikërisht tek ky moment. Tani, merrni një moment për t'i kushtuar rëndësi asaj se si po ndiheni. Është një thënie që përshkruan se si ta lëm pas të shkuarën, e cila thot: të lësh diçka pas nuk ka të bëjë me guximin për të harruar të kaluarën, ka të bëjë me mençurinë për të përqafuar të tashmen. Kështu që, teksa vazhdoni ditën tuaj sot, mbani në mend këtë. Mos lejoni që e kaluara juaj të ngjyros të tashmen tuaj. Secili moment është një moment i ri, një mundësi për të ndryshuar, për të rritur dhe për të filluar përsëri nga e para. Dhe teksa vim në përfundim të këtij ushtrimi, ktheni vëmendjen përsëri tek dhoma ku jeni. Lëvizni gishtin tuaj dhe lehtësisht hapni sytë. Shpresojmë që ju ka pëlqyer ushtrimi i sotëm dhe të keni një ditë të këndshme. Së bashku do të shihemi nesër me ushtrimin e radhës.